Unë është me i thonë opozitës, 49% të këtij vendi, ama një kandidat jashtë partive politike. Kur kush ty në diktat nuk t'jep kur gjo hiq. Ti dush me ullën të avolin me të gjithë, edhe me thonë, mbi cilën bazë po propozojmë presidentin e ardhshëm. E tash mos të përsëris edhe njëherë se bona bajat. Jo, s'ka se e kemi shikuesin e ri, zotit Deta. Çdo problemi e kemi shikuesin e ri. Pra po e them. Edhe mundet me thonë, a na bashkon neve një figurë pri viteve të 90-ta, që tregon storjen e çlirimit, lëvizjes për shtirim, luftës deri këtu, deri në pavarësi. A dojmë një figurë të UÇK-s, a dojmë një figurë e cila është e ardhmja. Çka dojmë na? Edhe ata mujnë si njerëz me u marrë vesh, cila prej këtyre 3 pikave i përbashkon, edhe shumë lehtë gjendet emri së bashku, se sorqia 200 emra në Kosovë që mujnë, mbas këtyre kritereve me u bë president, janë ja 10 figura, 3 prej 3 pikave, për pikë. Kështu që të na është të hub serioziteti, është të hub kërkah në asën rajon nëse e këshyr, nuk ka që si devalvimi politik edhe në kuvendin e Kosovës. Çfarë është ndodhur në Kosovë, na jemi të devalvu me shpejtësi të dritës, sepse politika nuk po krijon zgjidhje, politika në Kosovë e përbashkëta është duke gjeneru krizë një pas njësshme. Edhe jemi të humbs, me u përgjigj kësaj pyetjes, kush humbe, kush fiton, humbs është Kosova, humbs është çdo qytetar i Kosovës, me krejt këtë situatë, edhe kemi me humb edhe më shumë, sidomos nëse përqafohet skenari i Bullgarisë, jo stabilitetit institucional, i cili do të ketë pasoja për ekonominë e vendit, për mirëqenjen e këtyre njerëzve tonë, a mos të flas për pozitën politike të Kosovës, si ne karshi njëri tjetrit, edhe jashtë kufive. Hodaj,